Pas tërheqjes së ujit nga sipërfaqja e tokave bujqësore në qarkun e Fierit, janë evidentuar një sër dëmesh financiare për fermerët e zonës. Ashimi Sufi është një ndër blegtorët të cilit përmbytja i dëmtoi të gjitha bazën ushqimore. Blegtori ka firmosur dhe dokumentin për dëmshpërblim. Atë komunës kanë thënë që do bie mësollën bie ushqim për blegtorin, do bie prapë thonë i falenderit, inshallah. Çfarë ke nevojë konkretisht? Po konkretisht tani stane dhe për çdo gjë ka nevojë. Përveç dëmeve në blegtori nuk mungon as ato në bujqësi. Fermerit Bari Tusha janë përmbytur 30 hektar lajthi dhe ullishte për herë të dytë. Ai është në pritje të verifikimit të dëmeve. Kemi një sipërfaqe prej 30 hektar, është mbyllur me ullim dhe lajthi, ndërkohë është hera e dytë që përmbytet. Herën e parë na zuri dhe pa vjel ullim, ndërkohë që mbeti edhe 2-3 hektar pa vjel. Problemet nuk munguan as në Sera, ku fermerit Fatjon Aslani në zonën e Zharcës në Patos thotë se janë shkatëruar 30 ton domate. Dëmi ishte kolosal, unë ku erdha këtu brenda s'kisha parë asnjëherë aq ngritje të fortë. Po asnjë bim nuk ishte të saktë. Tëra kishin mbaruar. Nuk e di, ziu nuk e di. Sikur i kishte vënë atë zjarrin nga poshtë. Pas 2 javësh përmbytje në territorin e qarkut të Fierit ka nisur puna për konstatimin e dëmeve. Kemi ditë që kemi dalë në terren për të verifikuar këto dëme dhe është konstatuar që janë tema të konsiderueshme. Përmbytjet janë masive, kanë qenë rreth 200 hektar para 3 ditësh. Sot uji vazhdon të largohet, hidrovori është në gjendje pune, është tërhequr nga parcelat, por pasojat janë të mëdha. Kemi prej 3 ditësh në terren bashkë me përfaqësues agronom të Arebit Lushnjë, duke verifikuar dhe konstatuar të gjitha dëmet të shkaktuara si pasojë e rreshjeve të shiut të fundit, që janë goxha të konsiderueshme. Deri tani furnizimi me bazë ushqimore për blegtorët shihet si puna më urgjente për drejtorinë e bujqësisë. Nga përllogaritja e dëmeve rezulton se 1859 fermerë janë dëmtuar nga përmbytja në qarkun e Fierit.